Italia, presidentja Meloni ka deklaruar në Senatin Amerikan se Italia përkra marrjen e 300 miliard dollarëve të aseteve ruse në bankat perëndimore për të ndihmuar rezistencën e Ukrainës dhe financimin e luftës kundër Rusisë, ndërsa Rusia nga ana tjetër është shprehur dhe ka kërcënuar, shprehur për mos dakordësim dhe një shkelje të rëndë të ligjeve ndërkombëtare financiare dhe për një shpagim nga ana e saj në qoftë se Evropa do të ndërmerrte një hap të tillë, sidoqoftë në Bruksel 200 miliard dollar nga fondet ruse janë shvendosur në drejtim të pagesave të detyrimeve dhe për furnizime ushtarake të Ukrainës kundër Rusisë. Ndërkohë ka dy vende të cilat kanë vendosur të vënë veton kundër sanksioneve që Bashkimi Evropian kërkon të ndërmarrë kundër Rusisë, dhe këto dy vende janë Hungaria dhe Çekia, respektivisht dy kryeministrat e saj, me dy kryeministrat e tyre, Viktor Orban dhe kryeministrin Fico i Republikës Çekisë. Këto pra, të nderuar shikues, ishin disa nga lajmet më të rëndësishme që janë zhvilluar në gjeopolitikën botërore.